Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe letra që shtaksur për ju të dashur Akrepër është çudik nga që është letra e vdekjes që në tarot pasqyron, është letra e Akrepit të dashur. Një nga letrat më të keq kuptuara, por edhe më të fuqishme në tarot të dashur Akrepër. Në këtë grup letrash shfaqet me emrin vdekja. Vdekja do të thotë diçka po përfundon, por jo për të ndëshkuar të dashur Akrepër, por për t'ju liruar. Ky është fundi një kapitulli dhe fillimi i një tjetri. Transformim të thellë që vjen pasi lëshon diçka që nuk ju shërben më. Shkatërimi një identiteti, besimi apo marrëdhënie që ka përfunduar ciklin e vet. Rilindje përmes lëshimit, jo përmes kontrollit. Të dashur Akrepër, çfarë duhet të bëni? Të ndaloni së kapuri pas diçkaje që është drejt fundit, që nuk ka më aty gjë të ndrregullohet apo prishet, ta them ashtu. Të pranoni fundin si një pjesë të natyrshme të jetës dhe të rritjes, të mos luftoni ndryshimin, por të përqafoni si një pastrim të nevojshëm. Të lejoni diçka të vdes, ajo pjesë që ju mban peng në mënyrë që të mund të lindë e reja. Pra, mos ke frikë të dashur Akrepër nga fundi, mos keni frikë nga fundi, është porta që ju çon drejt një fillimi më të vërtetë. Do thot një gjë duhet të vdes në kuptimin metaforik gjithmonë. Vdekja nuk është vdekja që dim ne për njerëzit, por është një vdekje, një kapitulli, një vdekje, një përfundim i diçkaje që është e vyshkur. Sigur të mbajmë një lule në saksi që ka vdekur, është venitur, është vyshkur, dhe kjo është ai transformim që kërkohet tek ju. Qoftë besim, qoftë sjellje, qoftë ndonjë ves, mënyrë mendimit, besimit, çfarëdo që të jetë, një lidhje, një punë, shumë gjëra këtu mund të përmbaj kjo letër, por që duhet se s'bën të rilindni apo të hiqni diçka që nuk bën dhe nuk ju sjell më asgjë.